Këto godina të shkatruara mes maleve të Mirditës i përkasin burgut famkeq të Spaçit. Historitë e vuajtjeve janë të treguara dhe kjo është ndjesia e vetme që shoqëron udhëtimin e vizitorëve përgjatë luginës së Oroshit. Prej 4 vitesh burgu i Spaçit ekziston në letra si muze, por në fakt ato kanë mbetur vetëm në sërtare, ndërkohë që kjo zonë e dhimbjes nuk po merr asnjë vëmendje duke shkuar përtej degradimit. Shikimet e përvojtura të këtyre burrave që rinin e tyre kaluan në Spaç u alën vendin për humbjes adoleshenteve që rreken të kujtojnë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë këtu. Kujtesa sjell në vëmendje historinë post-komuniste të këtij kampi në rënim. Nëse ato do të ekzistonin akoma sot dhe muret mos ishin kaq të rënuara, sikur të ishin dhe ato telat me gjëmba, mendoj se ne do ta kuptonin akoma dhe më mirë se çfarë ka qenë, çfarë kanë vuajtur njerëzit dhe pse shërbej kjo. Po ti shikosh se burgjet edhe muret duken sikur të torturuara, edhe mendoj që tregon ke një fal ndjeshmërie, nuk e kuptoj komplet, po më vjen diçka si vuajtje. Na sjellën një pamje të qartë që kjo ka qenë një ferr. Një ferr, por ne mund ta përfundojmë si një ferr i heshtër. Kur qeveritë e pushtetarët nuk po bëjnë asnjë hap për ta kthyer burgun e Spaçit në muze, është komuna e Oroshit, ish të burgosuri dhe familjarët e tyre që nisin një hap. Lutemi për ata që nuk patën vend të denjë ku të prehen, të lutemi për ata që mbijetuan të sfilitur, të tjetërsuar. Në 41 vjetorin e revoltës së Spaçit, ky burg duket që prej këtij momenti nuk do të jetë i vetëm dhe i harruar. Kjo do të mund t'ju japë brezave, të huajve e kureshtarëve të kuptojnë se çfarë ka ndodhur në këtë tokë me 2 gishqjell për 20 vite të ekzistencës së tij. Fakti është dëmtuar shumë. Në herë mas herë çdo vit që vim gjejmë lëndime të reja. Dhe ky do të ishte një atraksion shumë i fortë turistik. Ne kemi sot në zonës që kemi sjellë këtu, janë sasa që duan të vinë këtu, dhe pse të mos i bëjnë orë të mësimit për ta parë se çfarë ka ndodhur konkretisht këtu. Është vendi që brezave mund t'ju transmetojmë vujtjet, mund t'ju transmetojmë historinë që ka ndodhur në këtë burg. Por kujtimi i radhës i revoltës së të burgosurve në Spaç do ta gjejë ndryshe këtë vend. Pasur nevojë të bëjmë krahasim hiperbolik, por ky vend është me të vërtetë një Auschwitz-Birkenau në miniaturë, siç ka qenë Auschwitz pranë Poloni. Ikja nga këto male të thata e të zhveshura, ku mbi 1400 intelektual kaluan vuajtjet e tyre për 20 vite, mban shpresën se në kthimin e radhës këto gërmadha të jenë një atraksion kujtese qendrese, por sërish duhet pritur.